Një ndryshim i dukshëm ka nisur në njësinë administrative Fiershegan, ku për herë të parë është krijuar një hapësirë çlodhëse për banorët, në mënyrë të veçantë për moshat e treta, përballë zyrës së postës shqiptare, me kërkesë të komunitetit dhe përmes një projekti të veçantë të Bashkisë Lushnje, është ndërtuar një mini park me pemë dekorative dhe stola. Ky investim vjen me mbështetjen e kryetares së Bashkisë Lushnje, Riselda Sefa, e përkushtimin e drejtuesit të njësisë administrative Fiershegan, Fabio Mirovci, në bashkëpunim me Drejtorinë e Pasurisë Publike. Dikur një zonë e lënë pasdore dhe e mbuluar nga mbetjet, sot kjo hapësirë është kthyer në një vend pushim dinjitoz për pensionistët dhe çdo qytetar që kërkon pak çasti qetësie. Ky është vetëm fillimi një pune të nisur nga drejtuesit vendor, duke njoftuar se projekte të ngjashme do të shtrihen dhe në fshatra të tjerë të njësisë, duke përmirësuar ndjeshëm ambientet publike. Fabio Mirovci në një prononcim për televizionin Apollon theksoi se investimet do të vazhdojnë në çdo sektor ku ka nevojë, duke sjellë një frymë të re zhvillimi në Fiershegan. Në njësinë administrative të Fiersheganit, sapo kemi përfunduar vendosjen e stolave në Lulishte në qendër të fshatit, e cila ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e pensionistëve, të cilët marrin pensionin tek zyra postare në Fiershegan. Me njëherë pas marrjes së kësaj kërkese, në bashkëpunim me Bashkinë dhe Ndërmarrjen e Pasurisë Publike, kemi bërë këtë investim ndoshta pak të vogël në duke, por të madh në shërbim të komunitetit dhe të pensionistëve. Njësia Fiershegan është e vendosur për të vazhduar investimin në hapësirat e gjelbra publike, për të krijuar sa më shumë ambiente të gjelbra për banorët dhe aq më tepër për moshat e treta, të cilat janë prioritet për të ndihmuar nga ana jonë në këtë njësi. A do ketë ndërhyrje të tjera në fshatën të tjerë në të njëjtën investim kaq modest? Po, absolutisht i do të ketë, kryesisht në qendrat e çdo fshati ne do të mundohemi që të krijojmë në një ambient të gjelbër dhe shlodhës për të gjithë komunitetin që është atje. Do të vazhdojmë kryesisht me fshatin Barbullinj, më pas me fshatin Qerret dhe me fshatin Kosovë e Vogël, ku kërkesat kanë qenë më të shumta. Më pas do shtrihemi në të gjithë fshatrat e njësisë.